Sfide çmendur dhe e pabesueshme midis Interit dhe Barcelonës, gjysmëfinale e kthimit ka rezultuar edhe më emocionuese dhe spektakolare se sa ajo e zhvilluar një javë më parë në Barcelonë. Zikadrit që edhe pse ishin me një këmbë drejt eliminimit në minutën e 3 të shtesës, kanë arritur të barazojnë shifrat duke çuar gjithçka në shtesat prej 15 minutash, aty ku më pas një gol i Fratezit ka bërë që të besuarit e Inzagit të mbrojnë me dhëmb deri në fund një fitore që i ka dërguar ata për herë të dytë në 3 vitet e fundit në finalen e kompeticionit më madhor evropian për klube. Kështu më 31 maj në Munich do t'jenë Zikadrit ata që do të kërkojnë trofeun me vesh të mëdhenj 15 vite pas trofeut të tyre të fundit të fituar pikërisht kundër Bayernit të Munichut, atëherë kur realizonin edhe tripletën që këtë radhë fatkeqësisht nuk do të jetë e mundur përderisa italianët janë të eliminuar nga Kupa e Italisë, ndërsa kampionati italian nuk është më në dorën e tyre. Ana tjetër, Barcelona është përpjekur shumë, Lamine Yamal me shok bën maksimumin e mundshëm, por ishin edhe të pafat në disa raste, ndërkohë që kështu nuk kanë arritur dot të rikthehen në finalen e UEFA Champions League, aty kur për herë të fundit gjendeshin në vitin 2015. Si të qoftë, mund thuhet se është një brez ai i Barcelonës që ka të ardhmen përpara dhe herët avon do të arrijnë të shkojnë pra në finalen e Champions League, e pse jo edhe të fitojnë trofeun e këtij kompeticioni.